Kjo është gjendja në lagjen 10 Koriku të qytetit të Vlorës. Banorët bashkëjetojnë çdo ditë me papastërtitë. Kanali mbus shtëpive që çdo ditë më shumë rëndon mbi shëndetin e tyre e kryesisht fëmijëve në moshë të vogël. Për një kohë të gjatë mungesa e vëmendjes ka sjellë përkeqësim të situatës, ndërsa banorët, madje edhe të përlotur, thonë se kjo gjendje është bërë për ta e padurueshme. Kemi fëmijë të vegjël, kanali këtu, ka vite, ujë s'ka, më para ikën se sa vjen, tër ditën s'ka ujë, bllokohet, s'mund të dalësh dot këtu. Kanë filluar që tani mizat edhe mushkonjat. Të vën dorë, pak të mendojnë për fëmijët, pa lere për pletjës s'ka më, edhe zuan të dinë për njeri fëmijët, shumë gjëra. S'mund t'i nxjerrim dot, detyrohemi i mbajmë tër ditën brenda se si nxjerr një herë. Nuk e di çfarë thua. Këtë kanali kështu e kemi gjetur, edhe kështu e kemi akoma. Nuk kanë marrë dorë zëmëra për kanali që kemi në derë të shtëpisë. E këpton, nuk hapim do të derën. Edhe bashkia të vitani të shikoj ku jeton shpëtimi, ku jeton ai, ku jeton ky. Në kanal gjëna. Ja, fëmia 10 muaj është në spital. Pastrohet të hiqen këto të tëra, këto plerat. Se tani është bear. Vinë mushkonjat, plot mushkonja o borës. Fëmijët e shumë në spitalet qufun. Shjetësues ngelen insektet e gjithë farë brejtësisht, të cilët vegjetojnë përreth zonës, duke rënduar edhe më tej përditshmërinë e banorëve të lagjes 10 Koriku. Banorët dëshmojnë se nuk ka një derë të hapur ku ata të shfaqin shqetësimin e tyre, e për më tepër s'ka asnjë investim të materializuar në vite për t'u sjellë atyre kushte minimale të një jetese të shëndetshme.